Po dhe si me dalë prej gjendjes së gafletit dhe mëkateve të ndryshme, veçanërisht për shikimin dhe ngushtimin e gjoksit. Dhe është ilaç për shikimin e haram edhe martesa halal. Padyshim martesa është prej shkaqeve që ruaj njeriu prej shikimit të haram. Kuptohet disa martesa nuk i ruan nëse është njeri domethënë që se ka frikë Allahut, nëse domethënë ka iman dopt e kështu me radhë. Mirë, po fjala është për besimtarin e mirë, për besimtarin e devotshëm. Martesa është për shkaqeve kryesore që e mbrojnë mos me hedh shikimin haram, mos me shiku haram. Gjasë kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o ju tri, kush ka mundësi për juve le të martohet. Gjasë do të kjo mbron më shumë domthon derën e njeriut, pra e mbron për rënies të mëkat, pra në zina, po gjithashtu thotë e mbron ose detyron njeriu pra në kuptimin që nxit njeriu ose e shtyn njeriu që me ul shikimin. Po e bën njeriu që me ul shikimin. E kush nuk ka mundësi thotë u martu, le ta xheroj. Fa innahu lahu wija. Ka zëdhët agjerimi për të është një lloj kastrimi. Po kastrimi është ndalum. Mirë, po agjerimi e lun këtë rol. Po e ul jepshën aq shumë sikur kur kastrohet njeriu. Mirë, po nëse agjeron ç'është do, domethënë edhe ka kujdes gjithashtu edhe niftar, për shembull, s'ma hangër shumë ushqim, ose ushqim kalorik. Ma hangër ashtu që na ka mësuar sunet pejgamberi, pra me disa kafshate ose spaku në tretën e luksit me mush, jo më shumë. Nëse agjeron këtë mënyrë, atëherë inshallah edhe jepshi ulët. Edhe do njeriu me lejen e Allahut pra arrin që me rujt veten e tij prej gjinave, pra prej shikimit edhe të tjerë. Kështu që çdo njeri do të më mundu sa më shpejt më martu, mos më shty martesë. Edhe mos më dëgju vëzëset e cytet e shejtanit, më thonë që s'ke mundësi me majt gruan ose do të më bë, domthonë mi rregullu kushtet ekonomike në iknej. Pra arsye se të gjitha ata që martohen nuk mundën mi plotësu të gjitha kushtet. Nëse pret njeriu mi plotësu të gjitha kushtet, jetë pa martu. Gjithë martum thonë që nëse këshëm prit ne mi plotësu gjitha ato kushte që na ka ardhur në mendje para martesës, sot ishëm pa martu, se s'plotësohen ato. Kështu që pra njeriu do të vetëm ato kushtet elementare nëse i ka pra në vend ku mundet me strehu gruan, edhe ka mundësinë fizike me punu, me fitu rrezik për vetë dhe për familjen, atëherë do të u martu dhe mos më shty pa martesën, mos më thonë valla tash ne s'kam rrogë të madhe që më ju blej këtë fëmijëve iPhone. E tani ata lakmojnë për shembull grishojnë tjetër. Kjo është cytja, është vëzësia e shejtanit. A deri para do viteve s'kena ditë as çka është smartphone dhe kena jetuar çat mirë. Pa kurrë probleme. E kështu më radhë, po nuk do të me synu luksin, po e thonën e dej sa të i bëj kushtet këtë mirë, që atërë martona, kjo është gabimi madhe dhe është prej cytjeve vëzësia e shejtanit që mi pengu të rritë prej martisë. Ndërsa qysh me dalë pi gafletit, do më njeriu del pi gafletit duke përmend Allahun, pra gafleti është e kundërta e përmendjes të Allahut. Po sa më shumë që njeriu përmend Allahun, sidomos nëse e përmend me zemër, del prej gjendjes të gafletit. Ja, përmendja e Allahut përfshin shumë aspekte. Përmendja më e mirë edhe më madhështore Allahut është me lexu Kur'an. Me lexu Kur'an, librin e Allahut që është më lart me meditim. Po jo, me lexu Kur'an, po edhe për kthimin, me ditë që Allah ka thonë, do shpjegimin, tefsirin. Kjo ndikon shumë që njeriu të bëjë me dal për gjendjes të gafletit. Pastaj me përmend Allahun me dhikr që është i njohur të na, po subhanallahu alhamdulillah. Edhe këto me mujt me përmend Allahun vazhdimisht, po sidomos më mundu me përmend bashkë me gjuhën edhe me zemër. Pastaj për përmendjes të Allahut është me mësu për fenë Allahut, po me dëgju ligjërata fetare, këshilla që i ka dhënë xhallarët, me lexu libra, këtë janë të përmendje Allahut. Po sa më shumë që te përmend Allahun, aq
ma shpejt edhe domthon ma shumë kime ose aq ma larg kime qenë pi gafletit, pi shkujdesis. Ka se njeriu bën gaflet si pasojë që e haron Allah, nuk e përmend Allah. E njëjta vlen edhe për ngushtimin e gjoksit. Pra, ngushtimi i gjoksit janë si rezultat pasojë e mëkateve. Po gjithashtu edhe si pasojë e gafletit, shkujdesis. Prandaj njeriu pra, nëse dëshiron që më u liru gjoksi krahërori i tij, pra me pas krahëror gjerë, zemër gjerë, po kënaqësi është fjala, lumturi në zemrën e tij, atëherë do të mu pendu për gjërat e kaluara, me pendim sinqert, po që me heq dorë për tyne dhe me vendos mos më kthy kur atyre mëkateve, dhe me përmend Allahun. Çdo dyja pastaj inshallah bëhen shkak që pra gjoksi i tij mos zgjeru dhe mu liru. Po mundi ma i lumtur. Përsa asaj përket shikimit, për këta inshallah është kjo tema që e falëm sot gjatë dersit. Pa Allah tha, kur njeriu i kryen farzët, pra që është farzët i përfshin dy llojet e farzëve, pra i kryen obligimet dhe mu largu pi gjinave. Edhe shton sa më shumë pi nafileve, atëherë Allah thotë unë bëhem shikimi tim i cilin sheh. Kena me shpjegoj inshallah në tarmën çka është për qëllim shikimi, domthonjë që Allahu disa kanë thonë e harron shikimin e tij, që mos me kthyen në haram. Ose jep sukses për që shikimin e tij me përdor vetëm gjëra që janë halal. Pa inspiron. E kështu më radhë. Pra, kjo është prej shkaqeve që me lejen e Allahut pra ti ruhesh mos me shikun haram. O kur ti tregosh i devotshëm, ki frikë pa ujë voli Allahut, ki frikë Allahun, që është Allah ata që besojnë edhe kanë ujë të punë që kanë frikë Allahun. Pra Allahu pastaj trun ty. Nëse ti run Allahun, Allah trun ty. Ti run organet e tua, që mos më ron gjëna, pjesë të trupit e kështu me radhë. Kjo këshill është domthon kërkon përgjigje. Kjo pyetje kërkon përgjigje më gjerë, mirë po. Mundesh më kthy dersave që kanë marrë xhallar të ndryshëm rreth shikimit, pra se si me rujt shikimin, pra që mos më ron gjëna, mos me kthyer haram e kështu me radhë. Cilat janë shkaqet që ndihmojnë këtë aspekt e kështu me radhë, mundesh më kthy aty në legjëratave mi dëgjoj. Pse domthona ajo që më shumë të ndikon është që ti me mësu për Allahun, me ditë për Allahun, për emrat e cilësitë të Allahut. Sa më shumë që e njeh Allahun, çka thonë Ibn Qayyim, aq më shumë kemi bind Allahut dhe aq më larg gjunaheve kemi qenë, aq më larg mëkatimit ndaj Allahut kemi qenë. Pa mirë po me mësu, domethënë emrat e cilësitë të Allahut jo vetëm si teori, por me mësu, domethënë me kuptim, domethënë edhe me zemër. Po më mundu që ato domethënë edhe kuptime me realizuar jetën tonë të përditshme. Po kur e din që Allahu të sheh, atëherë muroj që mos më të pa Allahun në vend ku ti i bën gjëna atij. Kur e din që Allahu dëgjon, atëherë muroj të mos e fol fjalë që Allahu nuk don me i dëgju prej teje. Edhe në këtë mënyrë po ti do të më stërvit veten kjo. Por ata imam Neui Allahu më shoh te ka sjell këtë tema e përpjekjeve, mundit. Po që kjo gjë arrit me përpjekje, me mund, gradualisht, duke stërvit veten, duke trajnu veten, arrin ti, pra që pas një kohë komë të bëjë lehtë praktikja e gjunave. Që thotë Ibn Qayyim, praktikja e gjunave është sikur pra dallimi mes atij që ka të lehtë me praktikë gjunave, me ato që nuk ka të lehtë është sikur ai që punon hamal me ato që punon rroba çaps. Ai hamalli gjithmonë mëson me pesha trona, edhe se ka problem, ka peshën e ronë edhe shumë lehtë ngrit edhe e hedh tutje. Ai që rroba çaps mëson vetëm me materialet, ndaj rroma diçka të lehtë, ai ka vështirë. Pra me çu pesha trona. Kështu që ai që ka mësuar vetën e ka stërvitur vetën vazhdimisht murujt për gjënave, ai ka të lehtë kur ti eksplodohet në gjëna me lan ato. Mirëpaj që se ka stërvit vetën e tij, ka shumë tron, pra shpirti i tij ka shumë të vështirë që domthon mu largu pi aty gjëna. Kështu që kjo kërkon stërvitje. Qysh ti e formon trupin tonë për shembull fizikisht, ata që vojnë fitness, kur të hinë fillim nuk hinë më herë me ka 200 kg pesha trona. Mirë po hinë me ka 50, pastaj shtojnë 60, 70,
është ashtu. Tu i shtu edhe dikur forcohen. Që ashtu edhe te, domthon, tu e la një gjëna, tu e stërvidit e një gjëna, dikur domthon me lejën e Allahut, pra e stërvid nefsin tonë që mu largu pi gjëna.